pa pas nevoj për takim para prak. Allahu të sëmur, të smund që me u kthyte Allahu. E kur kthehesh, Allahu ta largon smundjen. Sepse tash s'ka ma nevoj me qëndru. Smundja, e ka kry Allahu qëllimin e vet, urtësinë e vet për ty. Allahu të sëmur që me të ba ty Allahut me ju përull. Që ti me ndje dopsin ton dhe për Allahut. E kur zemra e arrin atë përullsi, sëmundja shkon. Kur zemra arrin atë përullsi, sëmundja veç largohet. Ik. Sepse puna e saj ka përfundu. Allahu është e shafi shëruesi. Allahu s'është si doktor që duhet me marrë takim para prak. Allahu nuk të kërkon ty, s'të kërkon kartel. Allahu nuk të kërkon ty as orar, as numrin e pritjes në radhë. Sa Allahu është Zoti, dera që s'mbyllet kur, ama kur. Vendose pikën këtu, dera te Allahu kur nuk mbyllet. Frimo pak. Edhe tash, kujto babën e pejgamberve, Ibrahimin a.s. që shkoj të Zoti me zemër të pastërt, pa hije shirku, idhujtarie, pa krenari. Ai tha fjallën që duhet me përsrit çdo njeri që beson. E kur unë të sëmurem, Allahu më shëron. Vërtet Allahu të shëron, e askush tjetër. Jo mjeku, jo ilaçi, jo klinika. Krejt këto janë shkaqe sebepe, por shëruesi i vërtet është Allahu. Prekja e lebrës e kishte mbulu trupin e Ejubit a.s. Familja ju kishte shpërnda, pasunia i kishte hum, njerëzit e harrun. Por ai, ju Ejubi a.s. qëndroi i durushëm, i përullën, me kokë për toke. Ty lut Allahut vet, vitet kaluan me dhimbje. Por, prej buzëve të ti doli një fjalë e butë, një fjalë që tronditi qiellin, enni meseni ad-durr wa anta arhamur rahimin. Unë jam prek nga e keqja. E ti o Zot, më i mëshirshmi i mëshiruesve. Këto fjalë Ejubi a.s. i tha. Mua aty u hapën dyert e qiellit. Mua aty zbriti mëshira Allahut prej qiellit të shtatë dhe në një orë të vetme mori fund viti i dhimbjes. Filloi koha e shërimit, filloi koha e paqës, filloi koha e dritës. Tani ti çka po pret? Nëse i sëmur, kujto Ejubin a.s. Ju lut Allahut me përullësi, me seriozitetin më të madh, me plot zemër e shpirt, dhe Allahu azze ve gjell brenda çastit, brenda orëve, ja largoj sëmundjen. Edhe ti, edhe unë. Ti lutemi Allahut për çdo gjë. Ne i kemi model, jo artistat, këngëtarët, sportistët e tjerë. Allahu na ruajt prej sherrit tëne, fitneve tëne, sprovave tëne. Ne i kemi model pejgambert Allahut. Të gjithë ata pejgamber që Allahu na rrëfen i përmend me emër në Kur'an. Tani u veçu dhe u përmend Ejubi a.s. Je i sëmur? Vepro si veproi Ejubi a.s. Pa pik dyshimi, Allahu azze ve gjell të shëron.
kthehet koha e paqes, koha e dritës, dhe ti e gëzon jetën me iman e me besim, aq sa Allahu të ka dhënë jetë në këtë